Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu at-taslim ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Fillimisht Allahun xhallahu ala falenderojmë dhe vetëm për ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë ata që ndjejnë këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe të nderuar, në pjesën e parë të kësaj ligjërate filluam me trajtimin e emrit të Allahut El-Qarib, ku përmendëm disa prej kuptimeve të këtij emri dhe filluam që të sqarojmë pika që kanë të bëjnë me ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Dhe mendoj se nëse njeriu mediton rreth pikës së parë, do t'i mjafton kuptim, do t'i mjafton ndikim, do t'i mjafton përfitim nga emri Allah xhallahu ala El-Qarib. Nga se nuk mund ta kuptojmë begatinë e madhe që Allahu na ka mundsuar që atij t'i afrohemi me të vërtetë, nëse nuk e shikojmë nevojën tonë që kemi për Zotin. Nëse nuk e ndiejmë varësinë që kemi për Allahun xhallahu xhelaluhu. Nëse nuk e ndiejmë varfrinë që ne e kemi. Atëra e shohim se çfarë mirësish të mëdha na ka pa Allahu xhallahu ala në momentin kur na ka hapur rrugën që t'i afrohemi. Nga se Allahu te baraka ve taala ka krijesa më të devotshme shumë se na. Ka krijesa më të dijshme se na. Ka krijesa që janë më afër Allahut azza xhall në çdo aspekt. Megjithatë, atyre nuk u ka hapur rrugën e afrimit sikur s'na ka hapur neve. E kjo është begati e madhe që Allahu xhallahu ala na ka dhënë neve që duhet ta shfrytëzojmë. Prandaj shfrytëzimi i kësaj begatie është duke u njohur me rrugët që na afrojnë tek Allahu xhallahu ala. Prandaj e mësuam nga hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se afrimi tek Allahu xhallahu ala bëhet me kryerjen e farzave. Dhe pastaj vazhdohet ky afrim derisa robi ta fiton një status. Ai status është rob që Zoti e don. Edhe s'ka begati më e madhe më. Pas kësaj s'ka çka kërkon robi më tepër nëse ka arrit që Allahu xhallahu ala më e dashur. Për Allahu xhallahu ala nuk e don një rob që s'afrohet tek Allahu xhallahu ala. Nuk e don një rob që është i interesuar më afro tek Allahu xhallahu ala. Nuk e don një rob që nuk e njeh rrugën e afrimit tek Allahu te bareka taala. Para mendoj ti për shembull një njeri që dëshiron me ndërmjetësu për të dikush. Me thon pse be çit njeri ti se pranon të shtëpia kur. Se kush më pranon kur ai kur sekond deri tam apo. Të provon më ardha sha apo pranoj. Andaj sikur të shembulli aty, po që kemi cik disa ara shembull adekuat këtë rast disa njerëz nganjëherë fatkeqësisht nga pa edukata, nga mungesa e besimit të duhur, kanë mendim të keq për Allahun xhallahu ala, pikërisht nga kjo derë, se Allahu xhallahu ala s'është i afër me ta. Nuk e ndin afërsinë Allahu xhallahu ala në kujdesin e Allahut ndaj tyre, nuk e ndin afërsinë Allahut në mbrojtjen e tyre, në përkrahjen e tyre kështu me radhë, dhe nuk e shikojnë pozicionin e tyre çfarë kanë bërë ata që Allahu t'u afrohet. Por gjithmonë shikojnë në anën tjetër, pse Allahu neve nuk na jap, nuk na ndihmon e kështu me radhë. Andaj kjo i bie sikurse thash një shembull konkret që e kemi përmend disa herë, kur një njeri ka shkuar tek një berber që qethet dhe duke biseduar me të e ka zbuluar se ai që po qet berberi është ateist, zbeson Allahun azza wa jalla. Edhe gjatë bisedës i ka thonë, e pse s'beson në Allahun? Thotë vallai, çka kem na pi Allahut? Vet po munona, vet po lodhna. E ka kuptuar se ato durr që lëviz e atë mendje që Allah ka jap aftësinë me ditë si me qet i ka vet ato. Si ka pi Allahu, ai ka dashur një afrim tjetër, e ka kuptuar ndryshe. Edhe pse ky e ka pyet i ka thonë, a ke provuar në herë me besun ta, ke provuar herë me lyp diçka pitjes të ka thonë. Thotë jo kur, as lodhna për këtë punë bile. Qa mu i vetë me kry vetë, qas mu i se luti kërkon heq, as Zotë nësë kërkon, në udhë billa. Atëherë, kë njëri shhesht edhe del, e përfundon punën që ka del, dhe pas një kohët shkurtër, kthehet me një mlef, kthehet me një brit në dyqan e berberit. Thot, aje normal ti, aje mirë ti, aje nuk di që ka përbot. Thot, qysh e parë, thot, që ka pëndod, që ka problemi. Thot, qëre kë njëri me flëk të maja, i pa qetun, i pa krehun, apo thotë çyt shumit njëri këtu ti ton këtu gërshon, ton këtu punë këtu e kelon njërin pa u qetë me koni të merrumsh në për rrugë, me qen që tjetër me ik pe tije. Ku është mëshira jote kur? Vallai thotë na të kuptojmë kur sa pse s'm ka thonë herë.
apo e thot që ta prita me tonën dhe në të jopën. Edhe ti që kështu ti jemi i qaravesht, jemi i shëmtum, apo pse kur si shku te Allah me lyp me ndreq, lyp e ti me shku me ndreq, e sheh që zbukuron, që rregullon, që ndihmon e kështu me radhë. Dhe njerëz se kanë provuar Allahun kur, edhe pse Allahu nuk provohet, po do të thonë s'kan ecën këtë shtek të afrimit tek Allahu xhallahu ala që të shohin kënaqësinë e afërsisë. Andaj janë mjaftuar me do afrime, vallahi te mashtruese, te falsa, jo reale, artificiale. I bën përshtypje që t'i afrohet gjinis tjetër, i bën përshtypje që t'i afrohet makinës së tij, t'i afrohet shtëpisë së tij, t'i afrohet pasurisë së tij, këtë i bën përshtypje çto mundon me gjetë dikun. Ndërsa s'ka provu me pasë si i bie të kënaqet njeriu të përjeton kënaqësinë nëse Allahu xhallahu ala afrohet atë. Andaj ata që janë afruar Allahut azza xal, çdo gjë i është afruar atyre. Ndërsa vallahi ata që janë larguar prej Allahut, çdo gjë është larguar prej tyre atë. Kush largohet prej Allahut, këtë largon prej tij atë. Kush afrohet me Allahun, këtë afron rrethin atë. Kjo është rregull. Prandaj ajo që se kam më herët që robi të interesohet çka afron tek Zoti xhallahu ala. Dhe për këtë tash mendon jetën, për këtë të apundën. Dhe çka e largon prej Allahut azza xal që të largohet prej saj largim sikur s'u largu lindja me perëndimit. Edhe mos hamendën këtë largim fare. Nëse nuk hamendën gjëra shumë të thjeshta. Nuk hamendën gjëra shumë të thjeshta. Sikur se çka çështjen e dënë diku që e don apo punës që e ka apo çka do qoftë. Prandaj Allahu xhallahu ala mësoi se Allahu i don ata të cilët Allahu t'i afrohen me farze e pastaj vazhdoi me nafile. Kush i afrohet Allahut kështu, Allahu xhallahu ala këtë person e don. Prandaj vëllezër nderuar, prej dobive të mëdha të afrimit të Allahut azza xal është se Allahu te bareka ve teala na don. Allahu don ato që afrohet Allahut azza xal. Dhe ky afrim i Allahut me neve, edhe ky afrim këtu pastaj ka benefitet e veta. I ka subhanallahu përparësitë e veta. Pse? Nga se ti afrohesh Allahut pak, ai të afrohet ty shumë. Edhe pse ti ke nevojë për te, ai s'ka nevojë për ty. Nga mirësitë e afrimit të Allahut azza xal. Prandaj kush afrohet tek Allahu ngadal, Allahu ati afrohet me shpejtësi. Na nuk e dim çush i bën kjo shpejt, as nuk na intereson kjo çysh. Ne na intereson që të përfitojmë nga kjo mirësi që Allahu xhallahu ala neve na ka dhënë. Dhe dobia tjetër që të nxjerrim nga kjo dhe ndikimi i rradhës që duhet ta ndijmë nga emri Allahut El Qarib është ajo që i dham disa shenja gjatë serimit të pikës së parë, është se në këtë afërsi të robët me Allahun azza xal, robi ndin një siguri të madhe, të papar. Më të madhe se që ndin fëmiu në afërsi të nënës së vet atë. Keni pa fëmiu kur qan, ndihet nëse i friksuar, i braktisur, ndihet i vetmuar, në momentin kur nëna e tij e afron apo dhe e shtrëngon për gjoksin e saj, fëmiu qetësohet, pushon. Pse? Nga se ndihet i sigurt. Edhe ne për shembull duhet të ndihemi kështu. Jemi larg, ndoshta të braktisur, jemi ndoshta të rrezikuar, por në momentin kur i afrohemi Allahut në një ibadet, sikur është namazi, Allahu Akbar, ana pushton qetësia dhe siguria nga se po i afrohemi Allahut xhallahu ala. Kjo duhet ta ndihmë kështu. Ka se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, robi më së afërt te Allahut është kur në sejdë, më afër smush me kon. Afërsia jote maksimale ti afrohesh Allahut është kur në sejdë. Që i bie se siguria më e madhe që duhet me të pushtu, qetësia më e madhe që duhet me të pushtu, rahatia më e madhe duhet të pushtosh kur je në sejdë. Nëse është kjo prezente tek ne, Aisha radhiyallahu anha thot për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kana idha hazibahu amrun fazi'a ila as-salah. Kur të dërguarin sallallahu alajhi wasallam e prekuponte diç, e mërziste diç, e ngarkonte një problem, ndoshta e shqetësonte diç, madje ndoshta kur e friksonte diç, çfarë bënte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ku e kërkonte rrugdalin, shpëtimin, qetësinë, ku e kërkonte sigurinë? Aisha radhiyallahu anha thot fazi'a ila as-salah. Shpejtonte namaz. Më herë, Allahu Akbar. Çati është hyrë te krijuesi i gjithësisë. Është fut tek ai që çdo gjë është në dorën e tij. Tashmë ka hyrë në mbrojtjen e atij që ndodh vetëm atë që ai don, e askush tjetër. A ndihni këtë afërsi me Allahun xhallahu ala kur ne marrim tekbir dhe themi Allahu Akbar. Madje subhanallahu, aq afërsi e madhe mundsohet gjatë namazit, saqë kjo afërsi mundson edhe komunikim me Allahun azza wa jalla. Qase ka afërsi caktuar, po jo komunikim.
Ndërsa kur krahas afërsisë garantohet edhe komunikimi, kjo është kulmi i afërsisë. Kjo është kulmi i afërsisë. Prandaj në namaz mundsohet të komunikimi me Allahun xhallahu ala. Pse? Qase kur robi thot elhamdulillahi rabbil alamin, kur thot robi elhamdulillahi rabbil alamin, falëndrimi qoftë Zotit të botave, Allahu i përgjigjet thot hamdani rabbi. Mlavdhoi robi jam aftan. Ti thosh një fjalë, Allahu të përgjigjet më herë. Andaj kjo afërsi si dhe komunikim. Madje në raste të caktuara, kjo afërsi te i kalon edhe vet komunikimin, kalon ku? Kalon në rrafshin e mburjes dhe kënarisë sa Allahu xhallahu ala përballë krijesave të tij me afërsinë e robit tin tokë që e ka. Subhanallahu. Tash e kemi ditën e Arafatit, apo që është duke ofruar edhe ata që Allah i ka gëzuar me shkurje, të lumt ata për këtë rrezik të madh që Zoti xhallahu i ka begatuar me të, dhe për këtë përzgjedhje që Allah i ka zgjedhur në mes në robë që të shkojnë në atë vend e ta lutin Allahun xhallahu ala dhe atij të bëjnë ibadet. Kjo është padyshim vallahi nderim i madh që Zoti xhallahu ala ka përzgjedhur. Nëse askush në haxh nuk shkon me para aftë. Se ka njerëz që kanë shumë parë kur në çapëshin kon aftë. Në haxhi zbohet me parë. Para është një sebeb. Apo nëse haxhi bëhet me përzgjedhje, Allahu të ka zgjedhur të ka marrë atë aftë. Allahu të ka përzgjedhur që ti përgjigjesh thirrjes së Ibrahimit alayhis salam. Nëse Ibrahim alayhis salam kur e ka dëtu çapën, Allah i ka thënë edhin fi nasi bil hajj. Thirrni njerëz për haxh. Ata Ibrahim thonë kush më dëgjon për këto arab, ka ti thirrë e unë e përcjelli. Andaj çdo vjet kur shkon haxh, është përgjigje e thirrjes së Ibrahimit që Allah e ka përcjell në zemrën e çdo robi i tij që shkon atje aftë. Dhe kjo është begati e madhe që Zoti xhallahu ala ka mundsuar kush më shkuat atje aftë. Janë njerëz përzgjedhur që shkojnë atje. Prandaj ditën e Arafatit Allahu xhallahu ala i afrohet robëve të tij duke zbrit në qiellin e dunjas. Edhe aty ka në Arafat dikush duke lutur Allahu xhallahu ala. Aty ka veç afrim me Allahu xhallahu ala në Arafat. Spaku që është dash me kon me këtë robë atje. Dikush kërkon istighfar, e tham istighfari është afrim. Dikush fal namaz, e tham namazi është afrim. Dikush bën dua, e tham duaja është afrim. Kur robi afrohet Allahut, Allahu i afrohet robit të tij duke zbrit në qiellin e dunjas. Madje ky afrim te i kalon vetëm afrimin. Por çka ndodh? Sikurse ka thënë pejgamberi yubahi Allahu bihimul malaika. Subhanallahu, kjo yubahi arabisht i bën lloj mburje, lloj kënarie. Tash po e nxjerrim nga konteksti i kuptimin në raport me Allahun xhallahu ala. Pe kthejmë tek njerëzit sa për me kuptu pak më afër, jo se na tham, nuk e di mënyrën as formën si ndodh kjo. Po si ndodh kjo me krijesave? Para më kur ti për shembull, kur ti i ke fol dikujt mirë për dikën. Apo po ai spot po mirë, po ndoshta për livdëm se ka djalë vetë normal njëri livdën, apo edhe tash po e sill djalën e vet para tjerëve. Dhe po thotë knaje kët, bëje kët, bën e kët. Dhe ai po ja vërteton çka e ka livdu ky para tjerëve, çysh ndihet ky kënaqur aftë. A ju kum thon? A ju thëra se ky çysh thot? Apo çka kjo është lloj mubahat, lloj mburje, apo andaj Allahu xhallahu ala po thuaj se thot me lajkave, a ju kum thon se kur kam e kriju kët krijesë, am keni thon që kam e derë gjaka, kam e bëu kështu apo a ka thon krije me lajket? Apo ataj'alu apo ban tok men yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, kush ban shkatrimin tokë derë gjak, a keni thon që shto me lajke? A ju kum thon inni a'lamu ma la ta'lamun, a ju kum thon që unë di çka s'dini ju, e unë e kum di që kam dal mes tyne që vinë në Arafat në lutën e nështrohen, që i pasojnë pejgamber të Allahut azza wajal, që i kanë frikë ndaj meje, këse që i bëjnë dua, e që tashun a ju kom thonë që shkon me dal. Andaj po ndina krenar sot me këta njerëz që mund lutin kështu apo. Subhanallahu, shikoj. Deri në cilë nivel shkon afrimi i Allahut me robën e vet apo. Deri në rrafshin e jo vetëm afrimit, jo vetëm komunikimit, po të mburrjes, edhe të kënaris përballë me lajkave të Allahut azza wajal. Para më i thon Xhibrilit, atë kush është Xhibrili në ibadet, në devotshmëri? Kush është Xhibrili në respekt ndaj Allahut xhallahu ala? Larg është prej neve aftën. Për në Allahu xhallahu ala para tillëve më thon, çëri rob të mi aftën. Në tokë të pluhrosur, e të lodhur, e të raskapitur, kanë ardhur në këtë vend për një punë, që thonë o Zot na fal aftën. Prandaj kjo është më të vërtet një mundësi hatashme e madhe që Allahu xhallahu ala ka mundsuar neve që Zoti xhallahu ala ti afrohemi apo. Mirë po edhe ne që mbetemi këtu, elhamdulillah, nuk na ka privuar Allahu xhallahu ala nga mundësia e përfitimit. Prandaj nëse agjive në Arafat u ka mundsuar me dal në Arafat, neve na ka mundsuar që të solidarizohemi me këtë begati të madhe duke agjëruar atë ditë.
e që me këtë agjërim Allah të na i fal mëkatet e vitit kaluar, e vitit të ardhshëm, e të na mundson Allah që në 10 ditë e Dhul-Hijjës që janë afër të shfrytëzojmë maksimalisht në adhurimin e Allah xhallahu ala, duke përmend, e duke madhru, e duke kërku falje, duke lexuar Kur'anin kështu me radhë, që Allahu xhallahu ala t'i afrohemi atë. Prandaj afrimi ndaj Allahu xhallahu ala ndëruar, thash është një qetësi, është një garancë për besimtarin, një siguri që i dash të ndihem më të sigurt se në afërsinë çdo kujt tjetër. Apo a je më i sigurt kur je me Allahun azza xal, i afërt me ibadete, apo je më i sigurt kur je afër parave tuaja? A je më i sigurt nga sherrat që më mbrojt Allah kur je afër me të madhurime, apo je më i sigurt kur je afër njerëzve tu që të rrethojnë e stojnë me të ngusht kërkosh? Kur je më i sigurt? Apo wallahi robi, sikur se ka thonë Hasan Basri optan. Ka thonë, ke frikë Allahun, pastaj flaj ku dush. Veç bënë i devotshëm. Lidhë me Allahun xhallahu ala, bëhu i afërt me Allahun xhallahu ala, flaj ku dush, shko ku dush, s'ka problem optan. Na kjo po ne është gajb, nëse ne kuptojmë këtë, çish i bën kjo, ja pa pas diçka, po normal nëse kuptojmë këtë punë. Se nëse na lën këtë drejtë, pa ata që kanë këtë drejtë, apo e kanë kuptuar. Kjo nuk i bie që njëri mos me kon me shok, kjo nuk i bie që njëri mos me pas. Larg asaj, ke këtu. Po ke kjo i bie mi pas në majt e gishtë optan. Është zemra nuk është lidh për to optan. Nuk është lidh për to optan. Pra i ka thonë ulemat, besimtari që është afër me Allahun, tash po flasim për kategori të posaçme. Kjo është nivel më i lartë, po them akademik i imanit. Kjo nuk është thjesht dhe shkolla mesme. Kjo është prek magjistraturën e doktoraturën e imanit. Kjo më lart është, kjo s'është thjesht. Po për ata që janë afër Allahut azhjal, kanë thonë ulemat, ndihen njëjtë sikur janë në shtëpi, të ulur në kolltuqet e tyre, ndihen njëjtë sikur janë në mes të detit kapur për një terrasë. Apo njëjtë e ka për ta. Nga se edhe këtu është në dorë të Allahut, edhe aty në dorë të Allahut. Apo edhe këtu, apo është i rrezikum që ti vjen me leku vdekjes, edhe aty japën. Nuk e frikson kurrë më shumë se sa frika pe Allah xhallahu ala. Andaj nuk i shtohet panika në çfarë do të thotë çfarë. Kjo është grad drejje e afrimit me Allahun te bareke ve taala. Që robi e ndin normal. Ato gjërat që janë normale me natyrën e njeriu, ka hera këto janë gjëra që janë jashtë këtij shpjegimi. Por po flas në raport me Allahun te bareke ve taala, robi ndihet i sigurt, robi ndihet i qetë. Gjithashtu për afërsisë, për kuptimin e emrit të Allahut që duhet të pas ndikim tek ne është e para tha, e dyta, për dobive ishte pushtimi i këtij robi nga siguria dhe qetësia. Është edhe siguri tjetër, jo vetëm nga frika, jo vetëm nga rreziku, por edhe një siguri tjetër, siguria e shpërblimit atë. Kërkon më afër, nuk e ki për me shpërblim Allahu xhalla xhelalu. Nëse njëri për shembull punon te dikush, apo edhe merr rashi ujik, ka pas borxh ujik dikon, larg, s'din ku është apo. A vazhdon me punu? Ndoshta vazhdon në mënyrë se mos po kthehet, mi po nuk ka me vullnetin edhe elani sikur e shikën zyrë ditë për ditë që jam në fund rrugën apo. Se ka kështu. Larg, kush e dash avian ku bot, se larg ka shkuar. Ndërsa robi me Allahun xhallahu ala duhet ndihet i sigurt se ka afër, si të bësh më herë atë. Kur kush nuk të paguën më shpejt se Allahu xhallahu ala, askush nuk shpërblen më shpejt se Allahu te bareke ve taala, askush nuk ta kompenzon me të mirë atë që ti e ke lënë për hir të tij se Allahu xhallahu ala, askush këtë botë. Kjo është el karib. Ti mundesh me lënë për dikën diçka keq, thotë çore, s'ta harroj këtë kurr, nesër më bëmë marr punën unë ta kthej. Apo hadaj një jetë sigurt. As kuptim, e di që herë do kur do ky te Allahu s'ka kështu, apo nuk ka veç mos marr kur puna se gjithmonë e ka punën atë. Nuk varet nga askush, dhe nuk kurzohet nga askush. Prandaj nuk ta kompenzon një gjë që e ke lënë për hir të tij kurkush më shpejt se Allahu xhallahu. Nuk të paguën për punën dhe mundin kurkush më shpejt se Allahu xhallahu. Ka sot el karib, është el karib, është afër robit të tij, edhe në këtë rast afërsia në kupton afërsinë e shpërblimit, afërsinë e kompenzimit, afërsinë e dhënjes që robi e pret prej Allahu subhanahu wa taala. Për duhet që nxjerrim për kësaj ndëruar është se në qoftë se Allahu xhallahu ala ka rob që janë të afërt me të. Kjo është duhet ta kemi parasysh në jetën tonë. Kjo është ndikim që duhet të ndryshon jetën tonë. Në qoftë se Allahu ka rob që i ka të afërt, në qoftë se ka rob që Allahut i janë afruar me adhurime, me farze, me nafile, dhe në qoftë se ky afrim i robëve tek Allahu azza wa jall ka bërë që Allah më i dashur ta rob,
atëherë ruaju e mos i ngusë rob të Allahut. Nga se vaj halli për te, i cili tenton me prek diken që është në fërgjit Allahut azza xhela. Nga se Allahu këti ka mi shpat luft. Qështu ka thonë Allahu xhallahu ala men adali waliyan faqad adantu bil harb. E shiko subhanallah, zakonisht në prezantime bëhet, apo kush e bën kët, në fund që kjo pret. Nëse në këtë hadith Allahu xhallahu ala ka bët kundër të asaj që ne njohim. Fillimisht e ka përmend, unë i kam dënë njerëz që i du. Këta mos i ngusni. E për mos mu keq kuptu kush janë këta, i ka kallzu pastaj më vonë kushtet e tyre apo. Këta janë auliaullah. Këta janë të dashur të Allahut azza xhel. Për këtë arsye në ruar ato që Allah e don. Edhe pas ashabëve, kush vjen që duhet të ruhemi, janë dietarët dhe ulemat. Këta Allahu i don. Unë s'po flas për filonin e për fistekun, pasi individat mund të kenë përjashtim. Por përgjithsisht dietarë që Allah i ka përzgjedh që ta përcjellin emanetin e Allahut, i ka përzgjedh Allahu xhallahu ala që të jenë trashëgimtar të pejgamberit sa them. Kujdes mos prek në taptën. Kujdes gjuhën tënde, kujdes mendimin tënd, kujdes fjalët e tua përballë njerëzve të tillë që Allah i ka përzgjedh që ata të jenë mbrojtëse fesë Allahut azza xhel. Jo sot njerëz fatkeqësisht, duke filluar nga ulemat e mëdhaj, apo do pa kur fort tërbie, pa kur fort edukate, nënçmojnë dhe universin dijen ulemat mëdhaj, apo sikurse thash fillojnë nga ulemat e hershëm. Duke filluar nga Imam Abu Hanife rahimahullah, ai s'ka ditë hadithe, ai s'ka kuptuar kështu. Kjo është turpi i historisë. Dikush mos Imam Abu Hanife rahimahullah s'ka ditë hadithe. Nëse ai s'ka ditë hadithe, kush ka ditë? Te ona? Kush din hadithe se ai s'ka ditë? Kur ulemat kanë thënë, Imam Shafiu ka thënë, "Këtë na jena fukara për dijen e Imam Abu Hanife rahimahullah." Kush është ai që guxon me fol për Imam Shafiu rahimahullah, ose me fol për Imam Malikun, ose Imam Ahmed rahimahullah, që Allah i ka përzgjedhur me mbet simbole të paharrueshme, këtu me dinjemul qiyama aftan. Kësë rastisht që Allah i ka zgjedhur aftan. Këta njerëz që këtë muslimanët i ndjekën, shkojnë mas tyne. Kësë rastisht Allah, çish ka mundsi këtë umeti mu mashtru mas do njerëzve, mas 4 njerëzve aftan. Edhe Allah i lën që të mashtrojnë mas tyne, shkojnë në lelet aftan. Pas lejan zoti ky umet me hub kështu Allah aftan. Prandaj kujdes mos prek këta ulema aftan. Mos prek këta njerëz aftan. Ki kujdes çka po flet për ta. Edhe ulemat më vonë më tutje. Edhe ulemat e këtij shekulli, kësaj kohe. Apo ulemat e mëdhaj, ata që kanë vdekur sikur është Ibn Baz rahimullah, e Sheikh Uthaymeen rahimullah, e Sheikh Albani rahimullah, një natë e kaluar e tyne, vallahi me derte e me brenga për kutimet, është më e vlefshme se këtë çka kanë bëu, çka kanë më bëu. Në hadith që ka lip Sheikh Albani rahimullah për me verifikuar saksinë e saj, që ka thënë pejgamberi sa është këtë tek Allahu e shtrejtë Allahu. Vjen dikush për shumë tjerë thotë e nënçmon, e përbuz, e gjun, apo këta njerëz që kanë jetën e tyne që të përcjellet fjala e Allahut, të përcjellet fjala e pejgamberit, këta njerëz e afërt me Allahun, kujdes. Dhe vallahi, ajo që ka dëshmuar historinë të kaluar, edhe sot po dëshmohet, ata që kanë zgjat guën mi dietarët, ata që kanë zgjat guën mi xhallarët, shumë shpejt Allah i ka sprovuar ato me gjendën e tyre ato. Kan përfunduar shumë keq, kanë përfunduar. Nga sikur se ka thonë dietari i njohur Ibn Asakir rahimullah, ka thonë në qoftë se përgojimi i besimtarit është sikur se me hongër mishën e tij të vdekur, apo se Allah gjithë ka thonë wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Mos u përgojani, nga sa ka dikush dëshirë për juve që me ngrën mishin e vllahut të tij vdekur, kjo është për çdo musliman. Nëse ka thonë se përkat ulemave luhumul ulemai mesmuma, ato grasë janë do të vdekur që s'hataj mesh i njëjtë as gjallë, mishi i ulemave është ekstra i helmuar më shumë apo. Apo ekstra është më shumë helm kapton. Godet e keqja më shpejt dhe më rënd janë pasuar se me prek në derën e çdo kujt tjetër. Nga se këta dietarë ndëruar nuk janë më vetja tyne, nuk bëhet fjalë për një emën, histori që ka qenë, apo po bëhet fjalë për një njeri që pas ti ka shumë gjëra tjera që bin që sa i bjen atë. Andaj sikur si ka thonë edhe ai njeriu në burg Imam Ahmed rahimullah, unë murxua, unë mërshit zbot në me kurs më qyr mua, por kujdes ti, apo se me ramin tënd e bin shumë njerëz atë. Prandaj me ramin e ulemave të caktuar, vallahi shumë gjëra bin, shumë kuptime bin, shumë gjëra të shpjeguara drejt bin. Me të kujdesemi e mos t'i përojmë njerëzit nga mirësia për vëdimin nga ulemat, nga xhallarët, pa dije, me padrejtësi, me zullum,
nga se këta njerëz të afërt Allahu xhallahu ala, andaj Allahu te bareka do të nxjerr hak për ta njerëz kurrë që prej këta. E pas tyne çdo besimtar dhe besimtare, kush do qofshin ata. Nga se Allahu xhallahu ala nuk ka raporte miqësore, asa karballoku më kërkon tokë. Këtën krijesë të Allahut azza xhallahu. Nërsa afrohet tek ata që ala inna awliya Allah ka thonë kush janë vetë Allah? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Çetan, ata që besojnë dhe munduan më urujt. Çetan dashin të Allahut azza xhallahu. Andaj çdo besimtar, çdo besimtare që bartin iman në zemrat e tyre, vallahi çdo njeri që falet, çdo njeri që agjeron, çdo grua që është mbuluar ose falet ose agjeron, këta janë të afërt me Allahun për aq sa i afrohen Allah xhallahu me punë të mira. Por megjithatë e kanë një afërsi me Allah xhallahu ala. Kujdes mos fal për ta keq. Kujdes mos i nënçmo musliman. Kujdes mos i përgojo musliman. Kujdes mos i përbos musliman. Kujdes, ruju. Kush do koftaj? Kujdesu për këtë, edhe pse ndoshta nuk është me ty mendime të caktuar. Edhe pse ndoshta e ka ndonjë gjuna, kujdes mos e nënçmo asnjë musliman. Ka se vallahi nuk dihet. Nuk dihet me çka ata Allahu e ngrit e nuk dihet me çka ty Allahu nënçmon. Do të ndëruar tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shikoni këtë hadith. O Allah, më ne këtë hadith. Në kohë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shteti islam, pejgamberi asam gjallë, Abu Bekri aty, Omeri aty, njerëz të mëdhaj, Medinja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këto janë rrethana që t'japin një kuptim. Në këto rrethana, një njeri po vjen që 3 herë, që 4 herë po nxojnë tu pi alkool në Medinë. Raki ka pi vllazni. A e kupton këtë punë? Ai është njëri që ka shikuar gabimisht ose i ka ikë namazin me xhamat. Ky raki ka pi tukon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E kam pru tek pejgamberi sa normal që për raki duhet me dhon dënimin e duhur. Edhe ka pru këtë dënim, po e ka ditë pejgamberi se këtë ka pik dok, po mundohet mu largu, se kjo është arsye tim për pianecat, që se kanë gale këtë puna spendon. Ky ka pas pik dok, i ka mbet për xhalit, ka pi shumë. Po mundohet mu përmirësu, po dështon, po pendohet një muj, po bjen opet, po vjen me kërku falje opet, po përpjeket mu përmirësu. Ne po përmirësimi nga është proces më i ngadalsuar se që neve na mërmendja. Edhe kur e kam pru me denu tek person, njëri për asabë ka thonë, pi në të kuptim, tash unë s'pëtu mund që shka thonë aj, tekstualisht, po në kuptimin, që me kuptna me vetë, në ke lodhë më me këtë gjuna tonë në të kuptim. Në teshe më të reje, të denua. I dërguarit, se kur e ka në ju këtë fjallë, ka thonë, mos falë shto, nga se kjo e dënë Allahun dhe pejgamberin. Subhanallah, ka dëshmu Allahu për këtë pjanec, e dënë Allahun dhe pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Pra mos nënçmo njerëz, këshuri gjunat e tuaja, këshuri punët e tuaja, afrohet tek Allahu xhallahu ala, inshallah Allah neve na falë vllaznia, apo ne fal gjunat e neve, e për tjerë Allahu i falt, Allahu i mëshiroft, Allahu xhallahu i udhzoft. Mos jemi nga ata që në majë guzë kanë mallkimin, në majë guzë kanë shamin, në majë guzë kanë fyrin, e kështu me radhë, ka se nuk din ti me çka ju ka afro Allahut, e nuk din ti me çka ti largosh pe Allahu xhallahu. Pa ti me të kujdesshëm, ka se kjo është çështje e tepër më e rëndësishme që duhet të kuptojmë më që fatkeqësi sot njerëz nuk i kushtojnë kësaj vëmendje këtë çështje, na nuk e dim. Po në aspektin e jashtëm, ai që kryen ibadet është i afërt i Allahut, ai që bën gjëra të lartë pe Allahut. Në aspektin e jashtëm na kështu gjykojmë. Por gjykojmë kur ka nevojë për këtë gjykim. Nuk duhet me kon gjykimi pjesë e përditshmërisë tonë. Ka cilë gjyka. Jo, gjykon kur ka nevojë. Gjykon kur ka nevojë, merrni kur ka nevojë. Në esencë, lënë një strat me Zotin e vet. Lënë një strat me Allahun xhallahu ala. Pse po përzihesh aja fal Allahu këtij, sa fal Allahu këtij. Pse po përzihesh kush në xhenet e kush në xhenem, valla, sa kjo punë neve. Lënë një strat me Allahun. Allah i myt as i myt. Sikur se ka Allahu xhallahu, yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Ku don ja fal, këndën e dran, kur si përzihet fa'alun lima yurid. Ai bën çka don. Ana kanë me kallzu kanë me dënuar, kanë me shpërbly. Çfarë punë tuaja? Çu ti çka po bën? Ku jemi na? A jemi na të afërt me Allahun xhallahu ala? A kemi na vepra që na largojmë pe Allahut te bareka ve taala? Kjo duhet të jetë ndëruar brenga jon. Me këtë na duhet miremi. Dhe nëse vallahi çdo kush të mirët dhe i lëm punë që çdo kush më marr me atë që është kompetent dhe atë që i takon, me lejen Allahu xhallahu ala, vallahi do të jetë gjendje ndryshe atë. Mi pa nuk është turp, në njëri ndoshta nuk e din Kur'anin mirë me lexua atë. Ndoshta nuk din vallahi 2 hadithe përmesh nuk e din mirë. Apo dhe ai tash fillon me kontestu mendimin e këtij dietari, fillon me kontestu këtë grup njerëzve, me kontestu këtë njeri, a ka tëubën për një me, a se ka tëubën për një me, a ky munafik, a se ky munafik. Pse vëllai ngarkon vetëm me diçka që ka ngarkuar Allahu xhallahu ala. Pra sigurisht se kemi përmend me 100 herë, vallahi dhe kemi nevojë miliona herë me përmend. Kush u kon Sejid ibn Gjuberi,
Se di njëri kon njëri që ta bën inori kanë bërë gjë. Pajto me haxhaxhin se na merr në qafë tip neve. Se ti me dek çka shëhet. Po ti na merr në qafë neve, ta bënve. Se na lën pa ilm të madh. Na kena nevojë për diturinë tonë. Ti më bë me dek na jesëm keq, ta bënet. Ku ka qenë se Ibn Xhiberi. Andaj kur ka pyet haxhaxhi për luftën mes Muavijit dhe Aliut radhiyallahu anhu ka thonë, kjo është një punë që Allahu na e ka rujt durt për atij gjaku, andaj po duhet që të na ruan edhe gjuhët për asaj pune apo. Sa njerëz përzihen apo për gjakun e muslimanëve, për konfliktet e për të punë. Çka përzihet vëlla për të punë që kur kush të vetë ty, as kur si e kompetent për kurrë, as dorë nuk i din rrethona që po ndodhen. Prandaj ruaj gjuhën, ta ruan Allahu këtë punë tjetër që ka. Sikur si ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Muadhit. Dhe kjo hadith dhe kjo është vallahi hadith që duhet me vendu gisht me meditu. Para mëna hadithin Tirmidhi. Hadithi Muadh ibn Jabelit kur e ka pyet Muadhit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, o i dërguari i Allahut, ma tregoni punë që më çon xhenet edhe më largon prej xhenemi. A donte diçka më shumë se kaq? Me pa pejgamberin som ti. Çka e kishë vetë të çka pas saj apo? Po na kishë vetë Rasulullah, kush e ka mirë pi ulema këtu. Sa s'kan vetë, asap s'kan vetë kësi punë tulta. Kanë ka zemën e punë që më çon xhenet, Allah, mua po duan xhenet me shku apo. Ka zemën e punë që më largon prej xhenemi, mua çfarë po duan? Çu ka pyet Muadh. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta adhim, kjo punë e madhe, kjo punë kallamet ka dhuar. Le ka se ka pyet për një punë të madhe, walakinahu yasirun ala man yassarahu Allah, por kjo është e lehtë nëse Allahu ta leton. Nëse Allahu ta leton, le të bëhet. Po nuk është vështirë kjo punë, nuk ka kallaj. Andaj do njerëz duket do punë shtira, do punë ibadete, unë s'mund të më ngrit kaq. Wallahi po nëse me takot tonë do më bëj shtira. Shtira është abdes me marrë shtira vet. Ama nëse mbështet në Allahun, edhe ki jenë më afru tek Allahu, dhe ki parasysh se Allahu don, këtë është kallaj. Këtë është lehtë. Po nëse don vet, atëherë këtë bëhet shtira. Dhe në përgjigje i dërguari sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë një varg përgjigjesh apo. Ja ka përmend Allazni, ja ka përmend ibadetet kryesore. Ka thonë me adhuru Allahun xhallahu ala mos e bësh shirk. Me fal namazin, me agjëru, me dhon zakat, me hap hax. Ka dhënë më të kallzu hala, kanë sadaka të fiu ghadab rabb. Me dhon sadaka e fik hidhnimin e Allahut azza xal. Nëse ki hidhnu Allahun dikun, shkymat zjarr hidhnimin me sadak. Nuk ka ujë që e fik zjarrin e hidhnimit të Allahut xhallahu ala, vallahi sadaka. Selmosha, çu ka dhënë i dërguarin këtë hadith. Was sadaqatu tudfi'u ghadab rabb. E fik hidhnimin e Allahut azza xal. Nëse ka thon namazi natës është nderi besimtarit, e ka dhënë të kallzu për kulmin e kësaj ka el jihadu fi sabilillah. Kulmi i këtij dini është jihadi fi sabilillah. A do të ta kallzu stupën e kësaj feje, shtylla që s'na pa të kanë salah, namazi, pa të skas, rrin shtëpia pa namaz. E ka përmend një varg obligimesh të mëdha, i ka thonë në fund. A do të kallzu çysh keq që të mundesh me rujt. Si ka tash? Keq që të, a do të kallzu se këtu tikin, këtu çka për derën. A do të thonë një sport të Muadh që kallai fund në sport e ka çka i bën këtu. A do të kallzu? E ka ugun ka në ruje që ta apëtën. Me që të i mbledh punët e tuja, me që të i shpëndan punët e tuja apëtën. Me që të i mbledh se vapet, me që të i hupë se vapet apëtën. Ate ruje guën tonë, ruje që ka po vletë Allah, ruje ku për përzirë, ruje që ka të hinë në dhe të punë që së është punë e jotë ja Allah apëtën. Sikur që ka arë një njeri tek një ulema, tek një alim, edhe aty e ka gjithë një njeri që ka arë me vetë këtë alim para këtina. Kër e ka kërja ju shkuaj, tani kër i ka arë një të me pytë ka thonë, që të njeri, se lefër nga teje, se së është të buri mire, a të veti kush? Me konë që të vetë po, ose a i së të bo, se së të dorë mi adhonë qikën këti jetë mi kalzu, farë njeri me vetë kush danë. I ka thonë, këj njeri së është të buri mire, punin ligë, edhe këj djetari ka thonë, ka heshtë, mas një kuj ka thonë, falë, a ke marë për, edhe halifja, konë halifja, atë ditë për ditë muslimanë kanë bëllu gjihad, atje, s'ka netë bëdi hava. Se si të rrimë bëdi hava, tani kanë vakë me hongën një tjetit në masën e ebdhe. Kur ka angazhim, kur ka davet, kur ka punë të mira, s'ka vakë marë një tjetit. Si të janë bëdi javgji, kanë vakë, falë të, shoj këta, rri këta, e që i gjonë njerët. Ata që të zonë me punë, s'kanë vakë, bile do zullum që ka po të kush këharran. A ty më filoni, vëllaj, pas në harrua. Se punë të mira e harrojnë punë të këshia. Në saj që s'bën punë të mira, një të keqe dikush, para 20 ka bo si harroj kur. Si harron se s'ka, pe asoj kohë dhe sot, çka ke boti me mush? Në qaj është, s'harrot apëtën. Ka thonë, a ke marë pjesë filin lufte, thosë, jo, dhe s'mu kam bon punë me shku.
Thotë mirë, a ke marr pjesë çtu, ka një çtu. E çtu, një 3-4 vende me rëndësi ku është luftu kundër pabesimtarë, ku është luftu me vrap dinë Allah xhallahu ala, s'ka marr pjesë. Ka në Allah ndërum. Kam pështu për ti e që fort të këti veni, e kam pështu për ti pa besimtar të këti veni, kejtë tonë këta kam pështu për ti e pështej për ti e vlajë që të nga ti e që ke, po lidhe kërët pështën pra. Tonë kam pështu për shirët, tonë kam pështu për këtive që kësë pështën. Pa e thëmë që ata që në të afert me Allah në gjellewale, ruju, thash, ashab të pejgamberit sa më dhëmë. Se mi tajmë pejgambert Allah, për ta s'po flasë, se inshallah, këtu s'ka probleme këtu. I pa dhe për ashab të pejgamberit sa më. Kush ka pas faj, kush e ka qëllu, e së dosh këmi abu kështute, na e në men mi kalzu, kush u dosh mi abu në vak, e kam pas të pejgamberin, a ju ka kalzu a dosh, a së dosh, u kryja pun. Andaj, me ashab të kujdes, ka se në vje kuqe, aty ka alarm, ka voltash në altë, ti më bon prek të mytë me hera, mos prek në ashab të pejgamberin s.a.s. Mas saj, mos prek në ulema, kujdes, në djetar mos prek, por edhe mos prek në besimtar dhe besimtarët, në qofë se nuk je kompetent për këtë punë. Ka arsye të caktuar ku një duhet me fol, pa tjetër, apo? Mi po kjo ka rrethonat e jashtëzakonshme. Apo? E nuk duhet që të bëhet tek ne heshtja gjendje jashtëzakonshme. Kur kur kush të fol për kërkon, gjendje jashtëzakonshme, çka u bë? Apo? Jo, gjendje jashtëzakonshme është me fol për dikon. Rrethonat të caktuara, të kufizuara, ndërsa heshtja dhe ruajtja e gjuhës është gjendje jashtëzakonshme për besimtarët. Do të mbrojtë për këtë çështje atë. Prandaj, kjo është një kuptim i rëndësishëm që duhet ta marrë nga emri Allah xhallahu ala el-Karib. Dhe e fundi që duhet ta përmendem këtu të nderuar është se Allahu te baraka ve taala ka premtuar se ata që i afrohen Allahut azza wa jall, Allahu ka më mbrojt. Allahu ka më rujt. Apo e tash mënyra se si Allahu i mbron dhe i ruan na nuk e dim. Dikush thotë çera këta ku po vrahen musliman tu fal xhami po vrajtën. Tu se dëmë në kalzu me këta i stat, nuk vazhdo më asojnë, po po thuj se po dëmë në kalzu që ta është dyqysh hoqë, që si bjen të është këtë të the, po mire, Allahu Gjelle Gjelaluhu, që ta musliman që ndoshta jenë tu persekutu ose duke, që fësë Allahu Gjelle Ala si ka rujt pe armikut, për urësit saktuara, por, që ato që ka pas me rujt për armikut, ja u ka shëndru me arrujt imanin. A është tregti e fitu me kjo? Ata kanë pas një iman caktuar në zemrat e tyre. Me që atë iman lekës i kanë punë për të Allah Azzel. Apo? Ka mujtë Allah Azzel e Ola me rujt për këti armiku. Apo? Me mbrojt. Për këti armiku i mbron, po imani e që aty. Tani lekës, tani bëha kja vetë, ja shojnë shirë e vetë zetë. Heq pa arë armiku, a e shëndinin. Allah Gjallahu Ala është el hasib, i matë senet, apo këmë me maturi. Ja u lëshën rrugën këtyne, e qëto që ka pas me i rujtë këto, ja u këthen në fej, ja u runë në fejnë. E të një sot që këta ju bojnë zullëm, këta rritë ma qëndrushëm, ju hyjë pazarit e ka Allah Gjallahu Ala. Smimit e ka Allah ju rritë ma tepër, mi shpërblin nesër ma tepër, a kanë hupë? Kërës kanë hupë? Qka ka hupë Khubejb ibn Lerat, apo për shpinën e djegur që ka pas në Mekë, në qofë se Allah e ka qitë në gjenet që ta është japën. Qka ka u pa i sahabiu që ka vdikë në luft, e që ka thonë pejgamberi sasërëm, jëm duke pa, po lahat në ujtë e gjenetit, të thonë. Ta shpinë dunjam të e pa, po në tënë gjenet, apo. Qka ka hu Gjafer ibn Abi Talib, që i ka hu 2 durt në luft në Mu'tas, që ka mojë slamurin, apo, që ka hu për kënjeri, pëse se arruti Allah e durt, ashab, ka mojë, Allah e ka morë durt, apo, ka mojtë Allah me arruti durt, po nështë fatkeqësisht me që të dur mas të ka mundë e bo haram, ja ka këput. Apo? Po ja ka dhonë kompenzimin ku? Ka thonë pejgamberi s.a.s. Allahu durt e Gjaferit ja ka zëvënsu me krah, jam duke pa, duke fluturu në gjenet. Që ka hub Gjafer ibn Talib këtë punë? Andaj Allahu Gjallahu Ala askujt nuk i mbetet barë që atën. Veç Allahu Gjallahu ja probit atë që është me mirë për ta. Edhe pse robit është nuk din me kalkulu, nuk din me kuptu, ka se thash, nëna të kufizum, vallaj, kena shumë kufizime që na pengojnë nga kuptimi i drejt i shumë zhvillime. Prandaj Allahu Gjallahu Ala në qofë se me një anë muslimanve u a ka qelë derë në armikut. Në atë aspekt, nuk e ka mbyll derën që mos depërton armikut e musliman.
por e ka qenë një derë tjetër të kuptimit fesë që ju ka vit bajegi më ti, e se meshin vesh vet, atër kjo me dobishme. Kjo shumë e dobishme. Ne Allah na ka dashur, i afërt i besimtarëve, pat na ka dashur, na ka qenë një portë, një kuptimi që mos të mashtrohemi, të kuptojmë drejt gjërat ku janë, e si janë, e këne kena Mekë, e këne se kena Mekë, këto. Aja përzidh mënyrën. Se ka mundësi Allah xhalla xhelalu penalti i myt komplet. Wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Që absolutisht nuk është hiç e vështirë për Allah xhalla wala, edhe pse për to s'ka kurrë vështirë atë. E po nëse ndodh kjo, çka mëson ju kurrë hiç. E po duhet më mësua diçka atë. Duhet më mësua diçka jo. E nëse ju mësoni pa kësi metoda, ne i bim se u. Çu keni qef, po duhet më mësua. Që ders duhet më e marr. Sikurse prindi kur i thot, apo fëmijët vet. I thot çit mësim duhet më mësua. A mëson më njëra të shpërblej. A mëson më vonë të rre, çu dush ti? Që to duhet më mësua apo. Edhe Allah po na ka thënë, mësoje që ders, që mësoje që to dush më dasht. Apo e na tu lut poshtë përpjet, kur ar vakti e kem zu dersin, u habit. Aha. I habitu lut, duhet më të rre ka pak, normal. Më marr vesh, sikur që ai kanë ders në kalum dhe ky rast është vallahi shumë i dal. Apo kur i ka thon gruaja, vajza udhëheqjet të tatarëve, aty Alimi ka thon, jo po thoni që jeni evliat Allahut, ju don Zoti që na ka neve na ka thuaj më të. Që shumë komo si mand Bagdadën Damask atë. I ka thon priç ato se pas na rrush shpatën atë, shkojtë marr. Çfarë kanë një gradë sa u kthyej atë për me rrej me shpatë me kut. Çfarë gjendja aty? I ka thon që ku kena për me ju atë. Ku është ndihma Allahut, ku është? Çka ka von këllim? Njëri më që më ka kuptuar dersin. Ka thon, a ke pani një çoban që run dele. Ai ka do që e run. Me bëu më shpërndo delet një atje. I lësha çat për çfarë arsye? Mi kthy delet grumbull. Edhe nëna delet e Allahut, i na shpërndoi, na ik pi ti. Ai ka thon, hajde këtu ngat me urujën, afroni toni uruj, aty ju ik larg. Ja duhet më shumë çast ju për me na afru te Zoti xhelalu ala. Andaj ju në çat Allahu që ka thënë Zoti më na afru te Zoti xhelalu ala. Si ta afrohom, ju palohuni. Se çani mos çohet në kom, a lën çabani më çon kom çanin e delet kullotin para tina, ja. Se lën e prek as në dele, le rahat me kullot. Ai që ik, e duhet më ashtu çanin atë. Duhet më ashtu çanin atë. Për me afru te çabani. Për afrim, jo për diçka tjetër. Andaj kur dami pe Zoti, Allahu don na me kon afër me ta. Apo e lëshon do që çështu për më na afrua, apo pat. Nga sa është el qarib, ai don me kon i afërt me robët e tij, edhe pse ata nganjëre ikin nga kjo afërsi apo. Pra kjo është ajo që duhet ta kuptojmë në ndërua lidhje me këtë çështje, dhe dobi të shumta që dalin nga emri Allahut el qarib, por mendoj se ajo që kom thënë në fillim është ajo që kryeson rëndësinë e kësaj teme, begatia e madhe që Allahu na ka dhëruar atij t'i afrohemi atë. Na mëkatarët, na të likt, na dopt, na që për pak rrshasim t'i afrohemi atij që s'ka më për kërkon. Kjo është begatia më e madhe. Na ka qil derën, edhe krahas na ka qil derën, na ka mësuar rrugën, që tu bëna, që tu shko. Hap mas hapit ka udhëzim, që shkon tek Allahu xhela xhelaluhu. Prandaj ta respektojmë këtë rregull, ta respektojmë këtë udhëzim, ta respektojmë këtë hartë të afrimit tek Allahu xhelalu ala, që të bëjmë të afërt me Allahun xhelalu ala. Kur bëjmë të afërt me të, atëherë Allahu xhelalu ala ka thonë kuntu sam'a, bëhem dëgjimi i tij që dëgjon me të, bëhem shikimi i tij që dëgjon me të, që sheh me të, apo as Allahu xhelalu mundson pastaj me ndëgju hajr, e me punu hajr me këtë ndëgjim, e me pa hajr, e me punu hajr me këtë shikim, e me dorë, me prek hajr, e me bu hajr, e me kom me shkon hajr, edhe nëse kërkon pimeje le utiyanna. Japi gjithsesi, ata që janë të afërt. Nëse kërkon, gjithsesi japi. Edhe nëse kërkon pimeje mbrojtje, gjithsesi e mbroj ata. Andaj na po themi sa nite a'udhu billahi minash shaitanir rajim, apat për ngut shejtani. Do thos si jena hala nivelin ku duhet sikur është njëra. Uthman ibn Talha ka ardhur tek pejgamberi sa se kon ja Rasulullah. Diçka namaz po më ra do mendime do se namaz së po më ra çokja. Ka thonë kjo është khinzab, në shejtan e ka në khinzab, çështë ka amin. Apo ka vjen i ngut musliman namaz. Ka kur të vjen herën tjetër, veç kthej kryt 9 majt. Thuj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pshtynë 3 herë edhe merr fund punë ato. Thot Uthman ibn Talha, wallahi fa'altu hakadha. Çështë ja kumbo kur mos më ka ardhur. Ka se më thon a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kjo është bom atomike për iblisin, edhe mos merrzu. Kjo është vetë se ka shkret mirë ato. Apo si ta afrohesh,
Afërsia me Allahun xhallahu ala bën që ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim, me miliona shejatin mu të afru, kanë mu palu për të okapë. Jo pëse në të fort, po i fortin e kap armën atën. A i fortin e kap, a i më poshtë, a i ka më veç të thuju në të kry, a më thuje. Unë i për thëmë arab, se ka thonë që shduhet, edhe një herë. A për të thuja për. Dejtë të thush mirë, kur e thush mirë, e lejnë Allah xhallahu ala, s'ka kur të afruat atën. Pra në që se kërkan mbrojtje, Allahu e mbron. Kur robi afrohet me farzë, tani me nafile, se është një rrugje. Apo, në shika, në mes dy shpërblimeve, ka ardhur rruga dhe harta. Fillim, kush manguc, kush mashqetson të dashën, i shpalli luftë, dhe në fund, qofse kërkan i dha dhe kërkan mbrojtje mbroj, mes tyre dyjave ka ardhur rregulli. Farzët me i kry, edhe nafileve me i kushtu kujdes dhe me nësot këna mundësi aftën. Farzët, sigurisht se këm zemër, gjuhë, gjymtyr. Pastaj nafile në të tri rafshet. Me kry, kjo është ajo që na siguron afërsinë e Allahu xhallahu ala dhe na mundson që pastaj të ndihemi të sigurt në këtë afërsi dhe kur të kërkojmë Allahu të na jap dhe kur të kërkojmë mbrojtje Allahu xhallahu ala të na mbron. Allahu xhallahu ala elos që Zoti xhallahu ala të përgjigjet lutjeve tona dhe elos Allahu xhallahu ala që Zoti xhallahu ala të na afron edhe nëse ne largohemi me mëkatet tona. Allahu xhallahu ala na dhash sukses për çdo vepër, për çdo fjalë, për çdo punë mirë që na afron tek Allahu xhallahu ala tek xheneti i tij. Dhe Allah na ruaj nga çdo fjalë dhe vepër që na largon prej Zotit dhe na largon prej gjendjes të tilla. Allah e shpërblet me kaq po jallon në fund për sot. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.